Ne flasim për përvojat dhe për proceset që ka kryer Shqipëria dhe sidomos duke ndalur në zhvillimet e vitit të fundit, gjithsesi janë hapur të gjithë grup kapituit. Pra, ky është një synim i të gjitha vendeve kandidate. Reformat janë një dhënë thelbësore me cilat Shqipëria po punon. 91% i shqiptarëve janë në favor pra të antarësimit. Dhe besoj se kjo është një dhënë që inkurajon jo vetëm Shqipërinë, por edhe Europën. Do doja të thoja edhe diçka tjetër. Unë mendoj se antarësimi apo negociatat për antarësimin janë një mundësi e madhe për Bashkimin Evropian, sepse duke kërkuar reforma, atëherë duhet shtrojmë pyetjen edhe për reformat tona, se si një proces i reformimit të Bashkimit Evropian mund ta bëjë dhe më të besueshme, më të tërheqshme dhe më funksionale këtë përvojë politike, ndoshta më të mëdha të historisë së njerëzimit. Pra, është një dialog, është një bashkëpunim, është një mundësi që pasuron të dy vendet, pra, apo të gjitha palët. Presidentja Meloni është sot de facto gruaja më e fortë politike e Bashkimit Evropian, ndoshta që nga koha e Angela Merkel. Ajo sigurisht po shtyn Bashkimin Evropian dhe drejt një reformimi dhe përshtatje me ambientin e ri gjeopolitik në cilin ne gjendemi. Ju folët që për afërinë e dy personave që politikisht, teorikisht duhet ishin ndryshëm, pra zoti Rama, zëvendës presidentit e Nacionale Socialiste, zonja Meloni, sot një nga zërat më serioz brenda partive popullore europiane dhe që jep tonin edhe në dhe sigurisht të dy këto faktor pra e bëjnë të rëndësishme procesin, pra industria, ekonomia, apo alianca e BRICS nuk është e mjaftueshme, por historia, strategjia e përbashkët, sigurisht që mund të luajnë një rol të rëndësishëm në përshpejtimin e procesit të integrimit. E rëndësishme është që kjo aliancë të ndërtohet tani, sepse ne nuk kemi kohë të humbim. Duhet të flasim për gjëra të rëndësishme sot, sepse historia rrihet me shpejtësi dhe një parantez. Pra, nëse ne bëjmë një përpjekje të vogël sot dhe të mos ta krahasojmë Shqipërinë me vende të tjera apo me parametrat që kërkohen dhe nëse ne vlerësojmë Shqipërinë sot me atë që ka qenë 15 vite përpara, është e qartë pra që Shqipëria ka bërë përparime, ka bërë progres, por sigurisht që gjitha kjo pastaj duhet udhëhiqet drejt një objektivi përfundimtar. Pra, kur bie këmbana e xhirot së fundit, pra sigurisht atleti kupton që bëhet fjalë për xhiron pra më të vështirë. Pra, pra kemi këtë kambanë e cila na thret pikërisht që të bëjmë këtë hap të fundit. Zoti ambasador, sigurisht nuk mund ta mohojmë që në këtë situatë ku ne jemi sot, që është unë mendoj faza më e mirë e mundshme historike midis dy vendeve, ka ndikuar raporti special, personal, midis presidentes Meloni dhe kryeministit Rama. Le temi, kryeministri Rama në fakt ka do të jetë një aleate strategjike e orientuar drejt së ardhmes së Shqipërisë. Besoj që ato 6 muajt parë 2028 është janë historik, sepse temi për herë të parë, negociatet teknike, ato do kenë përshësitë e tyre. Unë mendoj që në kapitujt caktuar Shqipëria duhet eci përpara, më shumë se temit e kapitujt e Kopenhagenit. Unë mendoj që Shqipëria ka shumë punë, zoti ambasador, për të qenë një vend që të ofrojë siguri ushqimore, që të ofrojë siguri kibernetike, që të ofrojë temit cilësi në shërbimin shëndetësor, dhe këtu shpresojmë që dhe fakti që kemi një ministre të shëndetësisë e cila ka punuar, ka jetuar, ka kontribuar, ka mësuar nga shërbimi shëndetësor italian, ta eksportojë atë gratis në sistemin shëndetësor shqiptar. Pra, unë mendoj që Shqipëria ka shumë për të bërë për të përshtatur me mënyrën europiane të tjetuarit, ku njeriu
nuk ka frikë nga kualiteti, nga cilësia e karburantit kur mbush makinën, nuk i ndruhet një helmimi në një restoran për shkak të frikës nga cilësia e ushqimeve dhe kur nuk ka pse të kontrollojë etiketën për të parë se sa kimikate mund të jenë hedhur ushqimeve të cilat ai apo ajo i han bashkë me fëmijët e vet. Unë besoj që Shqipëria këtë kapitull besoj ka më të vështirë se kapitullin e Kopenhagenit, mendimi im. Si një person që modestisht ka ndarë disa vite jetët ti jashtë shtetit. Por sigurisht, negociata politike, aty është pastaj një moment sigurisht historik, dhe besoj që kemi fat, na pushen yjet, që ato 6 muaj të parë që teorikisht duhet të jenë më të vështirat, ne do i ndajmë me një shtet vlla, le ta quajmë kështu, me një komb vlla, siç është kombi italian. Dhe besoj që të negociata politike të parat Shqipëria do të mbylli me Italinë, ato 6 muaj. Sigurisht që gjitha rrugët çojnë në Rom, shpresoj unë, por ndonjë rrugë mund të jetë më e gjatë se tjetra. Dhe le të themi në historinë e kombit ton, nuk është se kemi patur gjithmonë dashamirës. Nuk kemi patur armiq shekullor, ndoshta, po nuk kemi patur edhe miq shekullor. Italia në 100 vitet e fundit, pavarësisht temi gjërave momentale të etapave caktuara, është provuar një mik i Shqipërisë. Sa mund ndihmoj Italia në këto 6 muaj të parë të 2028, por jo vetëm, për të kapërcyer pengesa diplomatike, ngërçe të caktuara që Shqipëria mund të ketë me vende të caktuara të Bashkimit Evropian, edhe për arsye historike. Negociatat politike do t'i japin një hovë, sigurisht që do të varet edhe nga rezultatet e negociatave teknike. Sigurisht për këtë nuk kemi kurfar dyshimi, sepse negociatat politike nuk e zhbëjnë pra bashkëpunimin mes Italisë dhe Shqipërisë dhe nuk zhbëjnë të gjitha ato procese që duhet të realizohen brenda 2027-s, por unë besoj se Italia të udhëheq pra negociatat politike me Shqipërinë përbën një motiv të qëndrueshmërisë së marrëdhënieve, pra që nuk lind tani. Sigurisht që është edhe një marrëdhënie që ka patur edhe ato uljet e ngritet e veta, sepse marrëdhëniet e vërteta, si kundër e thash, nuk janë vetëm të lumtura, por kanë edhe ulje ngritje. Pra sigurisht kemi lodhje, kemi vështirësi, kemi indiferenca, të cilat kanë karakterizuar në momente të caktuara marrëdhënien mes dy vendeve tona. Megjithatë, lidhjet kanë vijuar të jenë të qëndrueshme. Pra, pesha e një pranie strategjike që ka ditur të mbajë raporte shumë të mira me të gjithë temi kryeministrat italian gjatë periudhës temi kur ai shton detyrën, pra po shkon gati 13 vjet, raporte speciale edhe në kushtet vështira, në kushtet e pandemisë, në kushtet e tërmetit që ranë Shqipëri në 2019-ën, kryeministri Rama qoftë me ministrin e jashtëm Di Maio, mos kryeministrin Di Maio, qoftë me kryeministrin Conte dhe me kryeministrat më parshëm, ka ditur të mbajë raporte speciale. Siç duhet thënë gjithashtu që kryeministri italian të gjitha ngjyrave politike, pavarësisht kush kryeministër ka qenë në Tiranë, kanë mbajtur raporte shumë të mira dhe shumë të arta. Por duhet thënë padyshim që raporti me Loni Rama është më speciali i të gjithëve. Dhe këtu më lind mua një shqetësim i vogël që ka të bëjë lidhur me stabilitetin e këtij raporti në të ardhmen. Pasi Shqipëria dhe Italia janë dy vende demokratike. Kryeministrat e dy vendeve zgjidhen në mënyrë demokratike dhe zgjidhen mbas humorit popujve të tyre. Sot humori politik i italianëve dhe humori politik i shqiptarëve tregojnë që ndryshe nga më përpara, ju e dini që Italia jo stabilitetin politik ka pasur pjesë karakteristike të jetës saj politike. Por me ardhin e zonjës Meloni, themi klima politike në Itali është stabilizuar. Pak a shumë e njëjta gjë mund flitet në Shqipëri, por gjërat mund ndryshojnë nesër. Pra në Shqipëri mund mos jetë më kryeminist zoti Rama, në Itali mund mos jetë më presidenti e Këshillit të Ministrave zonja Meloni. Çfarë garancie i ofron Italia diplomatike, cilën ju përfaqësoni në Tiranë, pra linjën ju përfaqësoni në Tiranë, linjën e stabilitetit diplomatik. Çfarë garancie kemi ne që pavarësisht ndryshimeve politike në Roma apo në Tiranë, ky raport special do të vazhdojë?
Pyetja jote cek disa aspekte të ndryshme që prekim pikërisht politikën dhe diplomacinë. Sigurisht që politika përvijon të gjitha objektivat, por diplomacia pastaj i vë ato në jetë, krijon projekte duke i dhënë pra jetë këtyre prioriteteve, këtyre përparësive. Sigurisht që marrëdhënia është një marrëdhënie e qëndrueshme, sepse bazohet edhe në rrojnë të thella historike. Kemi gjithashtu edhe një marrëdhënie të bazuar në mirënjohjen e ndërsjellë, sepse edhe ne kemi arsye për të shprehur mirënjohje ndaj Shqipërisë, sepse më shumë se 1,5 milion shqiptarë japin një ndihmës, një kontribut të vyer në ekonominë italiane. Pra, nuk kemi një mirënjohje vetëm në një drejtim, dhe besoj se prej këtij momenti e në vijim kemi detyrën të krijojmë dhe të realizojmë projekte që kanë lindur pikërisht nga marrëdhënia mes dy kryeministrave, por sigurisht që kanë lindur me dëshirën dhe vullnetin e tyre politik, por që përvijojnë dhe do të vijojnë pra të realizohen. Ajo që është e rëndësishme është që kemi një marrëdhënie më të gjerë, pra marrëdhënia G2G, që do të ratifikohet më tej, do të thotë që palët bien dakord të transformojnë atë qëndrueshmëri historike në një bashkëpunim afatmesëm dhe afatgjatë. Dhe kjo do të ndihmojë dhe antarësimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Dhe prandaj ne kemi përzgjedhur sektor kyç që do të shkojnë përtej antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian, pavarësisht qeverive që do të drejtojnë dyqet tona. Dhe së fundmi, kemi një përparësi që besoj geopolitike, që jepet pikërisht nga pozicioni geografik, dhe që asnjë prej kryeministrave mund të vërë në diskutim afërsinë dhe mundësitë gjeografike dhe që i ndanë një det i përbashkët dhe që këto marrëdhënie janë me përparësi për dy vendet. Zotë ambasador, ajo që ne ndjejmë si qytetar është që le temi, kur ne shkojmë në Itali, që në momentin që ti shkonte kontrolli pasaportës, ajo që ne ndjejmë nga temi nga politika i Bashkimit Evropian, le temi në një rast tillë, Shqipëria sot ka një raport special me Italinë sa i përket ligjit pensioneve, sa i përket njohjes dokumentave të ndryshme të identifikimit, përfshirë dhe patentat. Sot futbollistët shqiptar nuk quhen më ekstrakomunitar në Itali, pra konsiderohen si qytetarë të Bashkimit Evropian dhe fal kësaj, një nga lojtarët më të talentuar me origjinë shqiptare, Zhegrova, sot shkëlqen në bluzën e Juventusit, ku dikur në vitet 30 ka shkëlqyer një tjetër shqiptar kosovar, Siriza Lushta. Casomai, thoni ju italianë, pra në rast se Bashkimi Evropian nuk është më Bashkimi Evropian që është sot, po është diçka tjetër, ose nuk është më. Sa ekziston mundësia një raporti ndërshtetëror shqiptar midis Italisë dhe Shqipërisë, kjo pavarësisht Bashkimit Evropian. Rama, për shembull, në mënyrë simbolike tha, ne jemi mund ta konsideroni pjesë të Italisë. Shumë shqiptar e thonë këtë në mënyrë, e pranojnë këtë në mënyrë alegorike dhe gjysmë me humor. Por ky raport special Itali-Shqipëri deri në ç'pik mund të shkojë? Atëherë së pari për sa i përket futbollit, uroj që të mos përballemi në play-off, sepse do të ishte me të vërtet një keqdashje e fatit. Shpresojmë pra që të mos ndodhë dhe unë besoj se ka disa element në marrëdhëniet mes popullëve që shkojnë përtej, pra shkojnë shumë përtej marrëdhënieve mes qeverive. Sepse marrëdhëniet
mes popujve bazohen në kode të një mirënjohje të ndërsjellë dhe të një bashkëpunimi të ndërsjellë dhe që shkon përtej zgjedhjeve politike të qeverive të radhës. Dhe unë mendoj se kjo është mëse e qartë në vendin tonë dhe nuk kam dëgjuar askënd që të flasë për situata rrezikshmërie për në Shqipëri. Pra, kemi një kod personal që është shumë i qartë, shumë i dukshëm. Pra, folëm për sa i përket angazhimit, për sa i përket pensioneve, pagesë njohjes së pensioneve, sikur do tha edhe kryeministri Rama, Italia është e veçantë për Shqipërinë, por edhe kjo vlen edhe për anën tjetër, sepse edhe Shqipëria ka veçoritë e veta, dhe kjo nuk vjet në diskutim, por më lejoni të them diçka. Unë do doja që gjatë mandatit tim në Shqipëri, kjo zgjedhje që është bërë nga qeverisë të bëhet e pakëthyeshme, e pandryshueshme. Pra, e pakëthyeshme, e pandryshueshme në mënyrë që të mos rikthehemi në situata në të tilla që pavarësisht qeverive të kemi momente përplasje apo indiference. Pra, takimi i nivelit të lartë, se ai javës kaluar, apo i marrëveshjeve që u nënshkruan në këtë rast, synojnë pikërisht për të patur një marrëdhënie afatgjatë. Ne kemi 800 studentë italianë në Shqipëri. Pra që studiojnë në Shqipëri, pra të rinjt vinë në Shqipëri, pra nuk kemi vetëm disa si përmarrës, pra këta do t'jenë ambasador të jashtëzakonshëm të Shqipërisë në Itali apo kudo qofshin, kudo që do të shkojnë ata. Pra, italianët në Shqipëri nuk do të thotë vetëm për të sjellë njohuritë dhe për të sjellë investime italiane, por për të krijuar dhe mundësi punësimi për të rinjt. Dhe kjo tregon pra sepse tregtia është një sektor i rëndësishëm, sepse krijon jo vetëm marrëdhënie me karakter ekonomik, por sipërmarrjet krijojnë në një farë mënyre edhe një familjarizim, sepse ndikojnë edhe në aspektin e kulturor. Ne kemi realizuar 137 veprimtari kulturore. Pra, të forcosh marrëdhëniet kulturore do të thotë që të punosh në dobi të forcimit të marrëdhënieve të aleancave për cilat ne folëm deri tani. Lidhja e marrëveshjes mes Maxit dhe Galerisë së Arteve Kombëtare, pra kemi një sër elementesh përbërës që e bëjnë të pakëthyeshme dhe të pandalshme pra këtë marrëdhënie bashkëpunimi, dhe kjo e shkuar e miqësisë duhet të jetë një e ardhme e përbashkët, që duhet ta ndajmë së bashku. Dhe tani që kumë përmendët afatin tuaj, mandatin tuaj, le të shpresojmë që ju do t'jeni ambasadori italian që do t'jetë prezent në Tiranë kur ne të antarësohemi në BE. Dhe ky do t'jetë një moment, besoj personalisht, i rëndësishëm dhe për ju, apo jo? Unë shpresoj shumë, por ne kemi rregulla që në 2030 duhet jemi në Itali, por megjithatë ka 14 fluturime direkte mes Tiranës dhe qyteteve të ndryshme italiane, kështu që nuk do të kem kurfar problemi të jeni pranishëm këtu dhe do të jem me të vërtet i lumtur që t'ja përcjell apo t'ja kaloj mandatin, stafetën tim atij që do të vi pas meje. Por unë sigurisht që do të jem këtu i pranishëm. Ndoshta fakti që nuk do të jem si ambasador, por më stimulon është një shtys pra që të punoj më shumë për një sër nismash që do të punojnë në drejtim të parafrimit të Shqipërisë dhe të antarësimit të Shqipërisë. Marko Alberti, ambasador i Italisë në Shqipëri dhe një mik i shqiptarëve, dhe shpresoj të qëndroni kështu edhe për te 4 viteve që jeni në Tiranë, që shumë kënaqësi t'ju kisha sonë në program. È la mia volontà, lavorerò per questo. Gli italiani in Albania si affezionano, është vullneti im dhe unë me të vërtet jam afeksionuar, unë dhe familja ime, sepse unë jam një nga ambasadorët e parë italian që jeton me bashkëshorten dhe me fëmijët, me 3 fëmijët që janë të integruar më së miri këtu në Shqipëri. Nusja nga Argentina është rritur me arbreshtet e tje, kështu që e ka pak më kollaj për shtatjen me Shqipërinë. Ambasador, faleminderit edhe një herë që ishit sonte me mua në Risori, që shumë kënaqësi. Mirë, qëndroni në ABC News, Sali Doçi me U Report pas pak, pas që jemi nesër në ora 8, deri atëherë nga Mosokol Balla, natë mirë.